madh. Asnjë fjalë vetëvendosja, asnjë rregull se kanë rrugë. Në ndërkohë që në krizën më të madhe të konsumit në Kosovë, edhe shportës konsumatorit, përfitues po del banka. Unë nuk im ka thonë me zvoglu bankat, as nuk im të thonë me myt bankën, as me mshek bankën. Veç kallëzom ti si shtet, ti si opozit, ti si gazetar ose analist më mirë më thonë. Pse s'pi prek këto tema? Pse s'jem prek temat e tjera të ngjashme? Nashta janë temat tua. Për besë nuk janë të mia. Kundër bankave, kundër kapitalit, të janë ashtu teme jote. Nuk është kundër kapitalit. Nuk është teme Memlit, të Lumirit, të Bedriut, pra ata i kanë do tema tjera, ata kanë godit vetëvendosjen në plot ta kanë një temë tjetër që i shkon e rëndësishme që ata se kanë godit hiç pra. Ushtria. Vetëvendosje po thotë i kemi dërguar rreth gjys miliardë euro në ushtri. Për 4 vite. Për 4 vite sa kanë qeverisë. Rreth 10% fëmijëve kanë qasje në qerdhe. Shëndetësia publike e dim çfarë niveli është. Dhe gjitha shërbimet tjera të rëndësishme tjetër. Çka bën opozita? Këta thojnë kemi rrit 5.000 ushtar, 2.000 polis, nuk i di sa shifra, po mira. Del opozita thotë, na e kemi në plan mi rrit edhe më shumë se ju. Po çka e të thonë bre? Parti Liberale, Partia Demokratike o Parti Liberale, lidhje me ushtrinë s'ka. Përveç se, në vend se t'i punësojmë 5.000 ushtarë, konë më mirë mi punësu, i kemi rreth 1.000 mjek të diplomum që s'janë vendet e punës, e na kemi nevojë për ta. Më mirë konë mund ndërtu qerdhet që me mrri standardin Shqipë. A din sa ka Shqipnia qasën në qerdhet publike? Rreth 80%. Fëmijëve shkojnë qerdhet, jo në publike, shkojnë qerdhet në përgjithësi. Na i kemi më pak se 10. Me ndërtu qerdhet, me impru edukatorët dhe me impru ata. Vetëm pak. Që e ka thu me pjesën e parë nuk përputet. Veç pak, vetëm ta kryu dhe qëta për ushtri, fillë po të thejem. Qajmë të dash me thonë, nëse s'janë temat që unë pe i thamë, cilat janë temat e opozitës? Temat e opozitës kanë qenë varianti i budalëm i vetëvendosjes, sepse ka njek një budalakit vetëvendosjes, ose një shmendurit të vetëvendosjes. Unë rrogën 100, unë ta bëj 200. Këta janë konë vetëvendosjet vogla. Unë ka marrë kritikë dhe pejteje që i pata qujtë në shkurt kontabilista, logjik të kontabilitetit. Letë kuptohemi, unë s'kam problem me kontabilista, vele i kam një 3 shokë që në shumë zotë, 2 ty në auditor. Edhe ata mundë më ngonë politikanë dhe matë mirëson. Po logjika e kontabilitetit në politik nuk funksionon. Logjika e dhanjeve të shërbimit kontraktuse për me ta kryu opozitën nuk ekziston. As me tim ledhë vota. Ku ja kanë dhonë ta? Kush ka qenë kontraktori opozitës? Opozita ka bartë të një pjesë analistave në studio opozitën. Për fatë keq që i kanë shtikë tanë flakë. Analistat kanë bo luftë të cilët kanë marë kërsnime, shamje, ofendime masive. Për qëtë model të opozitës, opozitën e kanë bërë realisht studio televizive. Për mirët se për keq. Une, as nuk menoj që kanë zvoglu analistat në shkurt, edhe as nuk menoj që kanë rritë. Bat di haën rëndet vendosja, kjo është vishmi dekoraju gazetarë dhe analistat. Kur ma shumë, nuk e ka shoh studio televizive me të drejtë, vetë vendosin, se sa para zgjedhjeve të shkurtit. Dhe është nëse po dojnë ata me matë qështu. Pra ndaj nuk i qëndrën e vërteta që studiot e rritin, studiot e zvoglojnë. Kjo është tendencë mu shfajsu. Vetë vendosja po dënë me i delegitimu tutje. Masi i ka fitu votat, po dënë me i delegitimu, dërsa opozita po dënë me thonë na mërën qafë. Pse qa bot jo? Kush jushtini jo? Pse zvesh jo në studio? Në fakt, vetë vendosja e stash mas t'i bim në qafë se ka i shonë hiq medjet. Jo, po duke që ka kryin të tjerë. Ka kryin me ta. Tash opozita o ka merret me media. Po mre edhe mirë që po merren me mediat opozitat. Që përthu që i kanë pas kontraktor. Po ajo që thatë pra në fillim, edhe që e shpjegut pastaj, për mu nuk qëndrën. Pra, fillimisht the që premisa është gabim se qysh është bo opozita, e mas nej pse s'kanë folë për qitim, pse s'kanë folë me qitim. A një me menën që temat kanë pasë rëndësi me 28 dhjetora? Gjithmonë, temat dhe ideet janë të rëndësishme. Krejtë që është e tjera janë pa rëndësishme. Kush do që menën që politika është fushës brast, ku strategjia, taktika, taktizimi e përcakton lojën është duke e huq. Albin Kurti i ka fitu zgjedhjet në mungesë të idesë së opozitës dhe i ka bin njerëz për një ide që për mua është edhe rrezikshme edhe gabume. Nuk e kanë votu njerëz pse janë të mashtruar. I dëgjoj në për studio të fol, ka njëherë bona nervoz të shtëpia jeme.
Diaspora... Shashin ka bojë nervozë ata në shtëpia të veta se nga të ngojnë. Ani, i thoj pejsontit, unë kam kërku që t'jemi në këtë format, po pejsot e tut jam i hapën me secilit. Opozit, pushtet, media, me diskutuse me në është dhe rëndësishme. Nëse dhe njëherë përsëritim të thonë, hajtë se kur gjosë si në 2021, mund t'jemi në 2029 dhe ma ketë se në 2025. Dhe kjo është qëtësim, nuk është qështje e prognoza. I dëgjaj të thonë, e kanë votu njerës që zdi. Diaspora që e ka votu mas shumë t'i kurtin. Në përqindje në diaspora, ku llogaritët, që është diaspora ma integrume dhe ma shkollume. Ajo është në Londër, apo? Bas shkafit be? Në basë të diskutim, nuk kemi statistika zyrtare, po ajo që është presupozu... Jo, në mënej që jenë në Zvicër, në Gjermani. Mirë. Se këtu Londra mundet me pas një përparësi që jenë të Prishtinës, kryesisht që kanë shku atje, edhe kanë kriju që të përshtypje... Edhe ma mirë, unë e te po pajtojshim. Jo, unë e di që në Zvicër, në Gjermani, prej drejtër të spitalet, klinikave kryesore, të deputet e të tjertë, jenë shqiptarë gjithandej, e të bizneset kryesore, në Angli me këtë respektin, ndoshta s'kam informata duna, po nuk e di që është i njëjti trend edhe kënej. Unë edhe ma mirë ka, na dy po pajtojshim. Unë e mora rasin ekstrem. E kom po që të përshtypje nuk e kom ditë komenu ma s'ka na i farë një merë na i dhonë, se s'kom përgjohë me diasporën tonë Sani kryesor që shkruhet është që kanë shku njerës kryesisht për Prishtine, që kanë qenë me shkollim anal, se kryeqytet gjithmonë anal. Po, kjo edhe ma mirë që apo thuti. Unë që apo du me thonë është që është thjerëzim me portretizu që votusi i mërgatës është ai votusi i cili vish krah punën. Që asë votus kemi edhe në Kosovë. 70-80% kanë votu dhe Partinë Demokratike në Skënderaj. Për mu nuk është ai votus as i paditën, as të ka ditë që ka votan. Është i bindun që ashtu. Prandaj tendenca me zhvlerësu nuk është puna, është vish nivel të vërtet. Ajo po se po, mërë vesh që sështë. Po nuk shërben kur gjo. Opozita e rajshme, populli e merr vesh. Këtu po tentohet tash me tentu që është vesh lumiri dështoj. Dështimi spektakular është i Partisë Demokratike të Kosovës, e cila i ka ndru 3 kryetar për këtë periudhë kohore, dhe Albin Kurti është më i fortë sot me kryetarin e tretë se me kryetarin e parë. Prandaj një thirrje kish me qenë këtu, normalisht jo e vërtet, po pak si humor. Ka harë koha më këthyën Enver Hoxhaj edhe Abdullah Hoti. Ma mirë i kem pas punë me Enverin e Abdullahin, jo politikisht. Po Albini u kom adopt. A mos si përqindjes është e vërtet kjo, se me Enver Hoxhaj e PDK-ja ka qenë shumë më porë se sa sot. Enver Hoxhaj edhe Abdullah Hoti janë larguar për shkak se Albin Kurti i ka fitu mbi 50%. Kjo tjetër, po nëse thu që i kena pas punë ma mirë se ata, statistikë po mërej, si përqindje nuk qëndrën. Unë besoj që qyshe mati jonë, se tash të cili me gjasi i ka mbatjet e veta, sot vetëvendosja është me fuqishme se në 2021 në bazë të rezultateve zgjedhore. Dhe plus kjo, mos e harroni,